لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Në rrugën gjithë ajo që Allah i madhëruar kërkon prej neve, e dim pa mohueshëm, po nuk bëhet e tepërt me përsërit. Allahu nuk e lyp për vete. Për atë arsye e përmenda fjalën e Allahut: "Thirrni njerëzit le të vinë haxh, le të përfitojnë, le të përjetojnë mirësia dhe përfitimet shumëta të haxhit." Edhe për një mend, haxhi, agjërimi, zakati, namazi, çdo gjë ka përfitime të panumërta, edhe disa prej tyre ne i dim. Te haxhi shkon njëri në haxh, kryen haxhin çu duhet, me përkushtim edhe për zemërsi, i sinqert për Allahun, por edhe shumë i kujdesshëm për sjelljet e veta atje me njerëzit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë: "Ky njeri kthehet prej haxhit i pastër prej gjunojeve sikur a ditë që e ka lindë nana." Ky është përfitimi i dunjas, shumë i madh. Me u liru prej barrës së gjunaheve dhe të këqijave është përfitim shumë i madh. E masandej ne thojmë valla me i dhon kaq mija euro për me shku në haxh, bukur shumë e madhe, po nëse i ki o vlla e ki barxh, edhe si ti kish nuk janë shumë. Po nëse nuk i ki, nuk e ki barxh. E po kam qef me shku, e por që po ki qef me shku, Allahu ka me të shpërbly. Pse mos me koni i kënaqur që Allahu të shpërblen, pse ki qef me shku në haxh, ki qef me e boni punë të mirë, s'ki mundësi. Kjo është kënaqësia më e madhe. Po i ki mundësit me shku, i avlen, jo kaq sa kushton, po edhe 10 fish, edhe 100 fish ma shumë, por me të falë gjunaheta, sigurisht që ki hesap me pagu, krejt çka të ka dhonë Zoti. Sigur me i thoni njerit, apo ki qef krejt smundjet, që i ki ose që mundesh me i marrë në të ardhmen, me të ru Zoti për i tyne me i dhonë 1 milion euro. Po valla, me i pas i jep, se cili i jep edhe hiç nuk e ban hesap. E mos flasim pastaj për përfitimin e ahiretit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "El hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-janna." Haxhi i krym si duhet, për të nuk ka shpërblim përveç xhennetit. Është po menoj mirësi e madhe që në të kaluamën njerëzit kanë shku edhe në numër ma pak në haxh, po kanë shku edhe në moshë ma të shtyme. Nuk ka pas arsye tjetër, po mendzi kanë bë paret. Domethënë derisa i kanë bë paret me shku në haxh në plak. Për çfarë janë shku në moshë të shtyme? Sot shkojnë edhe djemë të ri, se Allahu ja u ka mundësu qysh të ri me i pas mundësit me shku në haxh. Kjo është mirësi e madhe. Edhe nuk e di të ketë ndonjë njeri i cili ka shku në haxh edhe u fik, ose u varfnu, ose madje edhe nuk ju ka përmirësu gjendja hala ma mirë se që e ka pas. Pse? Për arsye se ti tash po hen në një marrëdhënie, mos të them në një tregti me Allahun, e kur ti ish në tregti me Allahun, kur nuk del homs, për arsye se Allahu kërkuj nuk i jetë barç. Allahu kërkuj nuk i hyn hak. Sido që tjetë, jemi besimtarë dhe e dim pa mohueshëm se çdo gjë që bëjmë për Allahun, aty dalim fitimtar.